Kombëtarja vajzave do të luajë ndeshjen e radhës ndaj Kroacisë së vlefshme për UEFA Nations League. Vajzat në drejtimin e trajnerit Armir Grima kanë nisur që të hënën përgatitjet në Shkodër. Trajneri i kombëtares shpreson që ndaj Kroacisë të marrë maksimumin e mundshëm. Stëvitjet naturalisht kanë shkuar mirë, vajzat nuk janë në gjendje të keqe fizike, janë në gjendje të mirë fizike. Nuk kemi pas një gjatë vogël në kalim të viroza që kanë qenë, por në përgjithësi jemi mirë. Jemi mundu që të përgatisim skuadrën, që të jemi gati për këto dy sfida, që ne dim që janë sfida të vështira, por edhe ne pretendojmë që nga këto dy sfida të marrim maksimumin që ne mundin e me marrë. E njohim forcën e Kroacisë normalisht, por duke po edhe ato që ne dim me bë, kur dim me bë mirë, shpresojmë që dim me bë mirë këtë ndeshje. Liga B duke e një niveli të lartë, por objektivi kryesor mbetet qëndrimi në të. Realisht është e fortë, ne dim që është e fortë, dhe po bëjmë çdo përpjekje dhe po luftojmë shumë që të qëndrojmë. Kjo është ajo që ne pretendojmë që në fund të këtyre ndeshjeve të jemi akoma në ligën B, mos bimë në ligën C. Takimi Shqipëri-Kroaci do të luhet të premte në orën 16 në stadiumin Loro Boriçi. Hyrja për këtë takim do të jetë e lirë dhe të gjithë tifozët kanë mundësi të mbështesin vajzat në këtë takim shumë të rëndësishëm në ligën B të UEFA Nations League.